Në shkelje të ligjit numër 95 datë 6 tetor 2016, Byroja Kombëtare e Hetimit vijon të jetë pa drejtues të zgjedhur që prej 1 shtatorit, dhe siç duket nuk dihet se kur do të zgjidhet. Arsyeja është bllokimi i qëllimshëm për të vendosur një kukull që t'i shërbejë shefave të SPAK-ut, KLP-s dhe kupolës politike. Bllokimi po bëhet nga drejtuesi i SPAK-ut Altin Dumani dhe drejtuesja e Këshillit të Lartë të Prokurorisë Mirela Bogdani, të cilët nuk zbatuan dhe po zvarisin afatet ligjore të përzgjedhjes së kandidatëve dhe zgjedhjes së drejtuesit të ri të BKH-s. Më 7 prill 2025, Dumani njoftoi hapjen e garës për drejtorët BKH-s pasi mandati i Ajda Hajnajt mbaronte më 31 gusht 2025. Procesi duhet përfundonte më 20 gusht, por nuk përfundoi sepse në vend që të zgjidhnin drejtuesin e ri, SPAK dhe KLP larguan Hajnajn, e cila duhet qëndronte deri në zgjedhjen e pasuesit. Që prej 1 shtatorit në krye të BKH-s është komanduar zëvendës drejtori Joni Keta me propozim të Dumanit dhe vendim të KLP-s. Ky komandim është shkelja e dytë pasi Keta është një nga 7 kandidatët për drejtor. Zvarritja ping-pongi inskenuar nga SPAK dhe KLP. Për zvarritur procesin, drejtuesit e SPAK dhe KLP-s kanë inskenuar një lloj ping-pongu mes tyre në shërbim të mafias politike. SPAK vonoi për zgjedhjen e kandidatëve duke shtyrë testimet fizike, logjike, ese me shkrim dhe poligraf, ndërsa KLP nuk e detyroi Dumanin të respektonte afatet. Aktualisht si justifikim përdoret vettingu për figurën, profesionalizmin dhe pasuritë e kandidatëve, proces që duhet ishte kryer deri më 5 gusht 2025 dhe emrat duhet i ishin dërguar KLP-s për zgjedhje. Çfarë pengoi Altin Dumanin të përzgjidhte kandidatin brenda afatit 5 mujor nga hapja e garës? Sipas informacionit të siguruar nga pamfleti, ende nuk është bërë vettingu për 7 kandidatët dhe nuk janë dërguar emrat në KLP, ndërsa Mirela Bogdani hesht. Kjo vonesë nuk ka shkaqe objektive. Ajo lidhet me kulisat e kupolës së SPAK-ut dhe KLP-s, fijet e së cilës luhen nga politika dhe faktorë të jashtëm të fuqishëm për të vendosur emrin e ri të drejtorit të BKH-s. Sipas burimeve, politika ka urdhëruar që zgjedhja të zvarritet deri në dhjetor, kur të zgjidhet edhe drejtuesi i ri i SPAK-ut me qëllim që të dy strukturat mbeten nën kontroll politik. Por këtij skenari është kundërvendash, me ultimatume të hapura ndaj kupolës politike për të mos diktuar dhe manipuluar zgjedhjen e drejtuesve të rinj të BKH-s dhe SPAK-ut.